Pa e din sa mirë i bjen u përgjigja me herë ato. E para është se Allahu xhallahu ala jetën, ama parano kur Allah i thotë diçka jetë, ai që ka krijuar thotë e që kjo është jetë. Allah të ka shembull më mirë, po them për shembull, një njeri që është ekspert i një lëmie të caktuar apo që telefonat që çli pas nga telefonat. Apo i ka thonë ja bin thotë mirë, po që ja bën një edhe ky kur ja bën një që kjo është telefon apo. A kupton që kjo është i mirë domosë, që ky tash para ne Allahu xhallahu ala thotë ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi war rasuli lima yuhyikum. A do në mërnu, a do në me di qka jetë, a do në mërnu më knaq. Kush po thotë shotën? Haj që e një jetën mas mirë, qa e ka falë jetën? A do në mërnu cinësën, a do në më knaq. Istajibu lillahi wa rasuli. Përgjigju Allah dhe pejgamberit ki mërnu qëra mas mirë. Neve në kanë tut, se së të rrë me shëriat, maroha, ki me dek. E Allah po në thatë, ki mërnu. E pse në vënuna, pëse atyne që ka mund kime deke, kime maruja, ka në zhuzonin ma shumë, e onija ta bashkën me një se Korani, dërsa Allah konë lima juhikum, ajo jep gjallë një ju kënaq, a dën jetë, i stajibu lillahi wa rasuli, përgjegjën Allah dhe pejgamberi s.a.s. Dash me rnu, dash mu kënaq të rnu, dash me di qka është jeta, përgjegjën. Mi për jo më bo eksperiment, për hajtë të provojmë, e provon s'ka jetë. Se Allah është slehen me bo të eksperiment me shriatën i të përvoj. Ja, në nështrau, ecë, tani kime pa që ka është jetë atë. Dobija e dytë, ose fryti i dytë i përgjigjës, dhe Allahu xhallahu ala pejgamberës është, se para se i përgjigjesh, të përgjigjet. Po? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an. Kur robët e mi të pysin për mua, unë jam afer. Shika, i përgjigjem lutës ati që më thirë. A o pik, a e një se jeti të tërë? Ja, feli e stegjibu li. Ja, mirë po, kur atat më përgjigjen mua, kjo është kushti. Përgjigju Allahot, të përgjigjet Allahot të jopër. Nga që doat më të përgjigju. Mi pa i thirë ty, ti kur si shkanë. Ti kur si përgjigju, ose prit pak se në zonë, e tani ki qef, e luta brevoj që Allah që në dy natë për dy natë, e që sa të thire ti për të punë të ti, kelon që 20 vjetë atë. E po? Po s'po ku lej pak barabartë. Mu Allah më ka thirë më falë 20 vjetë si më përgjigjë. E du ku të lusë për 2 ditë më përgjigjë. E ku ke pak, shtu ka dalë? E prit pak, po. Ta është prit pak. Pse? Pse Allah më ka në fele stegjibu li. Përgjigjë më një, ju përgjigjë më të. Gjithashtot, prej dobive të përgjigjës është me shku në gjenet. Allahu xhallahu ala thot: "Lilladhina istajabu li rabbihim al-husna." Ata që i përgjigjen Zotit të tyre kanë husna. Husna këto është çka? Xheneti, po diçka tjetër. Ka ornat husna wa ziyada, surën Yunus, apo husna në xhenet me i pa kjo, po gjithsesi, po edhe ki me pa ata që ju ke përgjigj. A din kush ka thirr? A din ku ju ke përgjigj? Që der Allah përpara. Që Allahu xhallahu ala, që kjo është ai që ty të ka thirrë ti ju ke përgjigj atë. Andaj nëse i përgjigjesh, të përgjigjet e ty me mundësi të shikimit dhe me banim në xhenet. Dhe e fundi që du me përmbyll me të është ai që i përgjigjet Allahut azza xal. Përgjigja ndaj Allahut dhe pejgamberit është shenjë e mençurisë. Ndash me marrë në njëri sa është i mëshëm, sa është i dijshëm, apo sa është inteligjent, jo do teste të inteligjencës. I kthim në numra mbrapsht, do shkojnë mbrapsht, sa më shpejt i mon mene. Po çfarë inteligjencë kjo Allah? A do në matë inteligjencën tonë, sa i inteligjent? A do në matë? Lexoje një ajet kuranor, që sa shpejt për zbaton, apo lexoje një hadith, që sa shpejt për përgjigj, që aty është inteligjenca ato. Që aty është një i mëshëm. Ndash me ditë kush është i mëshëm, shikoje kush i përgjigj Allahu xhallahu ala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka përmend: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Nëse ata ty së të përgjigjen, që ajet surën Kasas, nëse ata së të përgjigjen ty, që a bëhet me ta? E pasojnë shkencën dhe dijen dhe mendin? Ja, Allahu ka thënë,
kanë me pasu epshin. Krejt që kanë me fitu masoj, edhe paret, edhe dijen, edhe pozitën, krejt kanë me konë shërbim të kujtës vetë. Ndërsa nëse dënë, krejt që kanë fitu me qenë shërbim të njeri dhe dijes, përgjishnë. Përgjishnë Allah Gjellewala. Kush si përgjisht Allahut dhe pejgamberit s.a.s. Nuk ka mundësi me punu konform logjikës dhe mendjes të tjera. Për shkak se epshi bëhet atër më i fortë kaj. Na nuk mundem me qëndru përballë epshit. Nuk mundem. Ti mund mi thonë dikujt, a din bre që o keq kjo puna, din që s'ban, me di e din shumë mirë, po si të vjen shansa ajo për të ban. Pse? Hatë mërë se keq se. Për shkak se epshi është më i fortë. Më i fortë se logjika. Për shkak se njeri është i dopt. E kush e fuqizon logjikën me amujt epshit gjithë, veç me shariat. Pa shariat gjithë hub njeri. Gjithë hub. Ndaq me amujt kujtës gjithmonë, me pas kontroll, veç me shariat. Andaj nëse të përgjigjen ty, në rregull. Nuk të përgjigjen fa in lam yastajibu. Nëse nuk përgjigjen, atë dije se kanë pasu epsht e tyre. Kjo rregull ka gjykuar Zoti i gjithësisë. As nuk jemi në çmu kërkon, as kërkon këtë na çto përfshijm. Marana xhamisë, jashtë xhamisë çdo kon. Sa i jemi përgjigj Allahut, apo kjo është shaj e pjekurisë dhe e logjikës dhe arsyes. Sa si mi përgjigje me kuptuese, kësaj rrodha si duket ka qenë mendja e fikun, ka qenë ndezur epshi diçka të tërkon, andaj ka bënë këtë punë. Se njëri më që nuk bën kështu. Andaj kjo është edhe sërimi i fundit lidhur me këtë ligjërat. Nësë Allah në manduar që në mundëson që t'jemi nga ata që i përgjigjin Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'jetoj një jetë fisnike të ndershme si duhet këtë botë dhe t'i garantojnë me lejen e Allahut azza vetes së tyre një jetë të këndshme edhe për te i kësaj bote në xhenetin e Allahut azza wa jalla. Allah na bëf nga ata që i përgjigjen Allah dhe pejgamberit vazhdimisht dhe çdo zë tjetër që pengon këtë thirrje. E lësë Allah të ne i fi këto zona. Mos me një kur të ndëgjojmë vetëm atë që është zëri i shariatit, ka thënë Allah dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.